Sa ka kushtuar outfiti juaj sot? Besoj diku te 400 euro. Ku ti? Si kam ne, po ja 200 kilometri. Armina, si po gjende si opinioniste këtë vit në ferma VIP krah Angelit dhe Ermalit? Po, gjendem rahat, i njihja ende nga më përpara. Jam shumë vetvetja, kështu që mund të thoja që rahat, comfortable. Angel apo Ermali? Fatma. Fatma, po ty ato ka ardhur ndonjë ftesë nga ndonjë reality show për të qenë opinioniste këtë sezon? Po, por unë kisha disa angazhim. Si ju duk dalja e Akilit nga ferma VIP? Mua më duk për shembull e papritur, sepse mendoja që do vazhdonte kjo rryma dhe stereotipi i përplasjeve ose debateve. Nuk e prisja,